Një infermier i urgjencës së Spitalit Rajonal të Lezhës është arrestuar nga policia për shpërdorim detyre. 31 vjeçari Klodian Dushkaj dyshohet se nuk u kujdes për pacientin e tij, që po transportonte me autoambulancë për në QSOT në Tiranë. Për pasojë, i moshuari Geg Biba nga fush Mamurrësi ka gjetur vdekjen. Në reagimin e tij, drejtori i Spitalit të Lezhës Novruz Bare pranon që infermieri duhet të rrinte pranë pacientit, por shpjegon se vdekja e të moshuarit ka ardhur si pasojë një patologjie të rëndë, ndonse ju dha ndihma e parë. I smuri është rënduar në kilometrin e parë të largimit nga Spitali i Lezhës. Në moment që ky smur është rënduar, është rikthyer përsëri në Spitalin e Lezhës, është dhënë ndihmë mjekësore përsëri në urgjencë, por patologjia që kishte ky pacient dhe që është konfirmuar vetëm nëpërmjet autopsisë që është bërë sot, dhe smundja që kishte një aneurizëm aortë dhe rupturë të aortës, bëri të pamundur rikthimin e këtij pacienti. Qëndrimi i këtij në vendin e parë nuk do të thotë që është shkaku i vdekjes të pacientit pasi infermieri e ka dhënë ndihmën, pavarësisht se ka qenë vend parë me shoferin. Ndërkohë 78 vjeçarit i është kryer ekspertiza mjeko-ligjore, nga ku ka rezultuar se ka humbur jetën si pasojë e çarjes së aortës kryesore.